Të nderuar shikues të Veriu Sport, ju përshëndesim me pak qaste për para startit të takimit apo super sfidës së javës së 19 të Biznes Superiore Vllaznia Egnatia. Është një ndeshje që ka tërhequr vëmendjen e tifozërisë shkodane, stadiumi, tribunat e Loro Buriçit sa vjen dhe mbushen nga momenti në moment, dhe unë kam përzgjedhur në këtë momente për të marrë një opinion në këtë prag ndeshje pikërisht me presidentin e ekipit të futbollit të ADS Velibojës, por aktualisht është drejtor sportiv tek Tërbuni Puk, është një ish futbollist i kahershëm i kategorive të para kryesisht, Alfred Pjetri. Alfred, ju jeni zakonisht sistematikisht e ndiqni Vllaznin në tribunën VIP. Pikërisht aty ku qëndron edhe presidenti Alban Xhaferi, por edhe jashtë Shkodrës ju dallojmë që jeni mjekës i përhershëm. Si e pret Alfred Pjetri këtë super sfidë Vllaznia Egnatia? Normalisht kjo është një ndeshje e vështirë, por di të them që është bërë një mini fazë përgatitore shumë e mirë në Uçin në stadion, dhe ndeshja e kupës i ka shërbyer shumë Vllaznis për këtë ndeshje, por mendoj që me këtë ndeshje Vllaznia thamë që ka për të rregull vlerat e veta, sepse nuk e meriton aty ku ka ra, por aty ku ishte në fillimet e para, Vllaznia do të jetë një pretendent rigoroz për të arritur objektivin që e dëshiron prej 20 sa vitesh. Pikërisht për ato luhatjet që ju e cekët edhe pak më herët, mendoni që atë çfarë ka humbur në fazën e dytë të superiorës mund ta kompensojë në fazën e tretë dhe në vazhdim duke nisur nga kjo ndeshje? Normalisht çdo ekip ka ashulacionet e veta, siç ka ngritjet, ka dhe ulljet, po gjithsesi mendoj që ekipi është i plotë të ndeshje. E di që profesor Edi Martini e ka ato mundësi, ato vlera që sot të tregojë veten, dhe që unë sot e mendoj si një ndeshje shumë e vështirë, por mendoj që do ja dalim sot. Në farë mënyrë, në opinion, konsiderohet një finale parakohshme duke pas parasysh edhe përballjen e vitit kaluar në fazën finale? Nuk them kështu, nuk vendoset sot asgjë. Edhe nëse ne do të kemi rezultate ne mirë presim fitoren apo barazim, por gjithsesi nuk vendoset se është fillimi një faze që jemi shumë herët, sepse fillimet e fazës kuptohet që kanë ato vështirësitë e veta. Dhe në moment që ne po flasim sot, një gabim mundet në shkon dhe nuk vendoset asgjë sot. Dhe kjo mënyrë loje që është vendosur final fort, jep edhe ato mundësi, si ka avantazhet e veta, po ka edhe disa avantazhet e veta. Por mendoj që sot ekipi është 100% në vetë dhe do japi maksimumin. Fredi, ne kemi qenë së bashku në Rogozhin në fazën e dytë dhe kemi përjetuar një barazim dramatik në fund kur Vllaznia kryesonte një gol në vërtet spektakel i realizuar nga Egnatia, e mbyllën në barazim, por Vllaznia ishte pa kënaqur me atë barazim dhe mos ndoshta kërkon një revansh. Jo, unë mendoj që ai gol kishte shumë specialistët e kanë thënë fjalën e vet, por mendoj që nuk ishte gol i rregull, por gjithsesi u vendos gol i rregull dhe kur pikët shkojnë në favor të asaj skuadre që përfiton nga ai avantazh i një gabimit të arbitrimit, mendoj unë, se kështu e kam parë në syrin tim. Pikën, por gjithsesi unë mendoj që sot Vllaznia i ka të gjitha mundësitë për t'ia dalë serrave. Dhe zakoni këtyre lidhjeve të drejt për drejt është edhe një parashikim me shifra, si e parashikon Alfred Pjetri. Unë mendoj që sot jo që nuk hupim, por ne do fitojmë me një rezultat minimal. Me autor të golit? Gjithmonë i përhershmi Bekim Bala. Dhe kretë në fund, si drejtor sportiv i klubit futbollit Tërbuni, çfarë të reja ka në kampin Pokjan dhe si do të prezantohet Tërbuni në fazën e dytë? Ne kemi filluar fazën së vitjen, vazhdojmë kemi marrë ca proje të reja, të shohim vazhdimsi, ne nuk e diskutojmë play-outin që diskutojmë ne, shohim play-out që si do ja dalim. Ishim me Alfred Pjetrin, faleminderit Fredi, një njeri i futbollit, tërë jeta e tij ka qenë në futbollin, futbollist, kapiten me Tërbunin, president me Tërbunin së bashku me kolegun e tij, Lazar Matia, dhe së fundmi edhe drejtor tek skuadra
e Tërbunit. Faleminderit zoti Gac. Urojmë një ndeshje të bukur, ta shijojmë të gjithë së bashku. Dhe veriut sport. Gjithë